Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun min fadaili Umar radhiyallahu anhu. Ndër vlerat e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Ndër vlerat, nuk kanë përmend gjitha këtu, po ndër që plotëson kushtet e përmbledhësit. Nga e dim gjithë, Omeri radhiyallahu anhu ka qenë pas Abu Bekrit në vlerë, në mirësi, në begati, po edhe në renditjen e udhëheqjes së muslimanëve. Omeri radhiyallahu anhu ka qenë i mpret, ka qenë i sert, të ke drejta dhe të ke vërteta, dhe njëri i cili vërtetohet fjala e tij 9 herë me ajet kuranore. Në 9 raste ka folur Omeri dhe ka zbrit Kur'anin, ka miratuar apo aprovuar fjalën e Omerit. Do të thotë që veçantë. Për shkak të kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë ndër njerëzit më të afërt të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë Omeri pas Abu Bekrit. Hadithi këtu i përmendën për Omerin radhiyallahu ta'ala është hadithi i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tregon nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Thotë u vendos numërisht Omeri ka marrë për si më thonë udhëheqjen e muslimanëve mbas Abu Bekrit. Pra Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë shtratën e vdekjes, e kalon me fjalë, e kalon me porosi, ka thonë mas meje Omeri. Dhe numërisht ka pas drejt. Ka pas drejt sepse në shumë arsye, domethënë, ndërto për shembull le të themi nga hadithet shumë interesante për Omerin. Ti Omer i tha i e dera e umetit. Kërësi si s'ka shtëpia dera për shembull, se si s'ka një kështjell që ka portën, Omer është porta e umetit, po u thuj porta. Dhe me vërtet sprovat, hallet dhe sektetet gjitha kanë filluar mas vdekjes Omerit, radhiyallahu ta'ala, sot qoftë i kënaqur me tij. Thotë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, e vendosën, se po e lexojmë shqip direkt, e vendosën në shtratën e tij, domethënë, dhe vini njerëzit dhe i falin atij xhenazë, bëhet fjalë këtu tani mas vdekjes Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri radhiyallahu anhu shpëran namaz. Ka qenë duke falë namazin e sabahut dhe ka hyrë nga këto persët, cilët qasën kishën pranuar Islamin, dhe ka ngurë hëngjarin nga njëra i në in tjetër. Për të përqenë se Omeri ka qenë burri madh, burri fuqishëm. E ka majtë veten, se më thonë se ka jetuar 3 ditë mas kësaj. Nëse keni parasysh që gjëja e parë që ka thonë masi ka ardhur në vete, ka qenë namazin. Ka ardhur vetë ka falë namazin, pastaj binin njerëzit e vizitonin, sepse ishte plagë e madhe, po trupi i Omerit radhiyallahu anhu, fuqia e Omerit e përballoi. Dhe kanë ardhur njerëz me i falë xhenazën, pra e kanë vënë në një shtrat, si më thonë, dhe vishin njerëz dhe i falshin xhenazën. Tregon tani kush thamë Abdullah ibn Abbas nga Aliu radhiyallahu anhu. Thotë Ibn Abbas isha i shokuar, ose i prekur në ngjarje nga dhe dikush thotë më ka prej supi. Ktheva kokën, thotë ishte Aliu radhiyallahu anhu, i cili vazhdimisht lutej për Omerin. Allahu më shëroft. Dhe tha Aliu,
ma khalafta ahadan habba ilayya min an alqa Allah bimithli amalika mink. Tha, s'ke lënë njeri që mund të bëjë vepra të Allahut të dashura, siç mund të ketë bërë ndonjëri si puna jote. Pasha Allahun, unë e mendoja që Allahu ty do të bashkoj me shokët, me dy shokët e tu, pra pejgamberin sa dhe Abu Bekrin. Dhe vazhdimisht e dëgjoja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: "Dhahabtu ana wa Abu Bekrin wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bekrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bekrin wa Umar." Sepse shumë shpesh e dëgjoja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: "Shkova unë Abu Bekri dhe Omeri, hyra unë Abu Bekri dhe Omeri, dola unë Abu Bekri dhe Omeri." Këtu ka dy gjëra interesante. Para, fakti që Aliu radhiyallahu anhu është prej. Fakti që Aliu ka bërë dua për Omerin. Fakti që Aliu ka thonë nuk ka njeri që mund të garojë me Omerin vepra të mira. Fakti që Aliu vërteton se pejgamberi sa më shumë të ka pas në gojë Abu Bekrin dhe Omerin, ja Aliu apo dikë tjetër, as Osman. Pra dëshmi nga kush? Aliu radhiyallahu ta'ala. Në llogarit ata të cilët mallkojnë Omerin, a ndjekin Aliun apo? Ata të cilët mallkojnë Omerin, a janë ndjekësit të Aliut? Si janë ndjekësit të Aliut? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tregon i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërkohë që unë isha në gjumë, në ëndër, pash që më paraqiteshin njerëzit, paraqiteshin, kaloshin përpara meje, dhe ishin të veshur me robë, këmish. Kishte për atyre që robën e kishin deri në gjoks, kishte për atyre që e kishin deri poshtë, dhe më paraqit Omeri. Ai e kishte një këmish që e tërhiqte zvarr. I tha në pejgamberi i Zotit: si e komentove këtë ëndër? Tha: feja dhe besimi. Pra ato që e kishin këmishën deri këtu, e në imanin e kishin deri këtu. Ato që e kishin deri këtu, Omeri që e tërhiqte zvarr, do thosë se feja dhe besimi i tij kishte dalë, kishte tepru, kishte mush kupa dhe derta e shumë i madh dhe besim ka pas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Omeri që të tregon, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: ndërkohë që isha në gjumë, më sollën një kup ose një kot ose një tas me qumësht. Thot, piva për atij qumshti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë pash bardhësinë e qumshtit tek thojt e mi, në ndër kështu, ka pi qumësht, deri sa ka pa qumshtin, deri dhe ke thojt e ka pa bardhësinë e qumshtit. Pastaj ja dhash çfarë mbeti Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu. E pyetën në pejgamberin Zotit që komenti kishte ëndra, tha dija. Tha dija. Kupton çfarë që Omer radhiyallahu anhu, sot është të kënaqur për ti. E Buhari radhiyallahu anhu tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: ndërkohë që unë isha në gjumë, në një si tip kodre, mbi atë kodre ishte një kovë. E mora atë kovën dhe piva ujë, si më thonë, ka pi ujë. Pastaj mori prej meje Ibn Abi Quhafa. Kush ishte Ibn Abi Quhafa? Abu Bekri. Mbushit ai 2-3. Por me zarë, do të ishte i papërqishëm, me zarë e bajte kovën, Abu Bekri. Allahu e falët me dobësinë e tij, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, e mori Omer ibn Khattabi, nuk kam pa thot njeri më të fuqishëm
se si i bante kovat si Omeri radiallahu ta'ala anhu. Pra, këtu nuk kupton fuqinë e Omerit radiallahu ta'ala anhu në pushtetën, drejtimin, sepse Bubekri ka qenë zoti i dobët, në kuptimin prekë shpejt përveç si Omeri radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë isha në gjumë dhe pash që po të rishja mbushje kova, pastaj erdhi Bubekri, po mbushja e tij ose ishte e dobët, pastaj erdhi Omeri radiallahu ta'ala anhu, thotë kam parë një që kishte aq forcë dhe fuqi si Omeri radiallahu ta'ala. Pra njëta gjë, ëndër e transmetuar nga dy transmetues. Xhabir ibn Abdullah radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë u futa në xhenet. Dhe pash aty në xhenet thot një vil të madhe të bukur. Pyeta, e kujt është kjo? Më thanë e Omer ibn Khattabit. Desha më u fut me pa mrena, por nuk u futa, sepse e dija Omer, i tha Omerit, se je xheloz. Tha Omeri duke qesh, radiallahu anhu, për ty bofsha kurban gjithë shka o pejgamberi Zotit, a për ty do t'jem xheloz unë? Po kështu dha ditë e Buhari's, dha ditë tjetër, për i kryshti i Xhabirit, kështë ditë i Buhari's, i njëri transmetim dhe i njëri hadith. Mirë, po mëstojme ka se ka histori të bukur këtu. Nuk ka pasi siklet e Omeri në shtëpi dhe si ka ndërhyr Omeri që ka zgjidh problem. Allah e shpërblet. Selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.